Ja pra, ky është akuariumi i me peshq egzotik nga lumi i Amazonës. Në këtë akuarium kam afërsisht 7-8 lloje peshqish të ndryshëm. Janë peshq që jetojnë në ujë me temperaturë relativisht të lartë, 23 deri 25 gradë. Janë peshq relativisht rezistent ndaj sëmundjeve, por një çik territorial, pra duhet të njohësh mirë kombinimin e llojeve të ndryshme të peshqve në një akuarium, përndryshe ata hanë njëri tjetrin. Është një akuarium 60 litra. Janë peshq të cilët nuk kërkojnë ndonjë punë të madhe. Ti ushqesh një herë në ditë në mëngjes. Është e mjaftueshme. Gjithashtu të ndrosh ujin e akuariumit një herë në 2 javë, 20-25% të ujit. Dhe të pastrosh filtrin e jashtëm, i cili duhet të pastrohet një herë në 6 muaj. Ky pra është akuariumi me peshq egzotik. Faleminderit që pat këtë video. Video nëmër 2, akuariumi nëmër 2 imi, i cili është me peshq të kuq, bisht flutur. Janë peshq të ujrave të freskëta, të ftohta, janë peshq të llojit krap, tepër rezistent. Edhe këta ushqehen një herë në ditë, një herë në mëngjes. Mund të shkojnë deri në 15-16 cm, ndërsa në masa aktuale që janë tani është deri 10 cm.
Ky pra ishte akvariumi im i dytë me peshë të kuq. Faleminderit që pat këtë video.